Në këtë dunjë për shembull sa do të mira më pas bezdiset njeriu. Po. Sipas atyre që i kanë përjetuar. Domethënë, nëse s'ka po di unë në plazh, disko, femra, s'po di, këto që i kanë përjetuar, kënaqësitë e kësaj dunjës nuk janë rahat, bile edhe në drogë, kanë dalë kokain, pastaj heroin, sen. Nuk ka fund kënaqësie. Nuk kënaqesh, do të thonë nuk arrin. Bezdisën kënaqësi. Në xhenet ato të ketë bezdisje. Për shembull, 1000 vjet kënaqësi kena më për shembull, xhenetliu ka më kënaq. Edhe ajo kënaqësia do të ketë në çfarë bezdisja. Thashë kjo prap kthehet te fjala më herët se parametrat janë ndryshëm. Mirë po. Si pyetje bëhet shumë. Domethënë shumë njerëz thonë di se e krahasimin e bëjnë me dynjë. Po dhe me s'ka problemi, si krahasimi me dynjën. Po, nuk është keq ki krahasim, ta bësh domethënë që pastaj kur ta kuptojsh anën e xhenetit që të jesë nxitje për ti, nuk ka keq kjo. Se Allahu me qëllim e përmend disa fruta të xhenetit me emrat e këtuit, për shembull e përmend mollën, kështu me radhë e përmend shekun, e përmend për shembull arin, argjendin, qumshtin, mjaltin. Këto i përmend pse? I përmend që të kenë një farë se ja dim pak shihin këtu, ja dim pak kënaqësinë e kësaj dynjoje. E që të kesë si nxitje për atje. Dhe për këtë arsye ne themi kështu, apo dietarët na kanë mësuar dhe na kanë thonë se Allahu subhanahu ka përmend Kur'an që gjithmonë do të ketë kënaqësi edhe do të ushtohet kënaqësia, nuk do të shkon te poshtë. Po gjithmonë edhe kur ushtohet kënaqësia njeriu nuk ka bezdi. Mirë po, nëse krahasohet me këtë dynjë, ti e din shumë se në këtë dynjë kënaqësitë kanë afat, kanë limit. Po jo vetëm kaq. Nëse ne shkojmë pak ta analizojmë edhe më thellë, për shembull, dikush i dhon pas ushqimeve, i do mëlsinat shumë. Edhe ai e din shumë mirë se kur hanë mëlsi kënaqet shumë. Mirë po, në anën tjetër e din që mjekët thonë nëse tepërohet sheqeri ka efekt ansor. Sheqeri del. A kupton? Njëjtë merre çka dush, njëjtë brumat kush i ka merr domethënë pastat e ndryshme. Kolesteroli. Ka domethënë efekt ansor. Gjë nuk është. Sa kënaqesh, e keni fond. Gjë nuk ka efekt ansor. Prandaj edhe kjo do të merret parasysh, se në xhenet është vetëm e mira. Nuk ekzistojnë këto gjërat e këqija të kësaj dinjore, se nxiren. Pra i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur e përmend, dhe thotë ditën e gjykimit do të hyjnë njerëz në xhenet. Do të kenë fytyrat sikurse hana 15. Do të jetë sikurse ai ylli më i shëndritshëm që janë qiell. Pastaj do të kapen thotë dorë për dorë këto, dhe do të hyjnë bashkë në xhenet si vëllezër. Nuk do të ketë mes tyre hidhnim, mërzi, qortim, haset, nuk do të ketë, do të hyjnë krejt si kur një trup thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si me qenë një trup. A ka një njeriu mundësi të bën xhelozi ndaj vetes? Nuk ka mundësi, pra njeriu nuk xhelozon veten, se xhelozia kur paraqitet, do të jetë ndoshta me një profesion, kolekt punës, hoxhallar, të dy hoxhallar, njëri thirret, njëri stiret, këti bëjnë më shumë se ai këti, këtu lind ajo. Apo profesion, për shembull, janë me një firmë bashkë punojnë, programera, pa marrë parasysh çfarë profesioni, aty hyn ai xhelozia. Ku janë gati se një kategori. Në xhenet atë nuk ka, aty kënaqësi, s'ka xhelozi. Na ka treguar, na ka thonë që do të hyjnë si një trup të tjenë atje. Pra nuk do ketë, edhe që pastaj nuk ka edhe nevoja fiziologjike. Pra nuk ka gjë të keqe. Gjithçka që ta prish në këtë dynjë, qetësinë, pra që të shqetëson, aq nuk është. Prandaj nuk mund të bezdish. Edhe Allahu subhanahu na ka treguar, domethënë se do të ketë gjithmonë më tepër. Domethënë do të shkojë e kënaqshme më tepër. Po edhe bezdia nuk ekziston prej pikës së parë, domethënë nuk ka bezdisje. Prandaj nuk ka keq të parashtohet si pyetje, por edhe ti jetë përgjigje është mirë. Përgjigja ishte shumë e mirë, ti e përmend vetë alhamdulillah, kjo është prej kulturës, domethënë ëmbëlsinë edhe mishin ato ushqimin, po unë çka kum intervistuar edhe kum biseduar me njerëz cilën kanë treguar për shembull ose kum lexuar, kupton, kum pa dokumentare se. Është se për shembull edhe ato që kanë pi drogë për shembull, pi kokain, edhe vën fundit që mos të kënaq. Apo kupton, nuk ka efekt. Nuk ka efekt. S'ka efekt del një drogë që matron derisa të vdesë. Po ashtu nuk e përballon. Po ashtu edhe te zinaja. Ka njerëz që kanë provu manekenka, mos ka kënaqësi. Do të thonë është bezdis. Allah na nuk ka po pastaj edhe homoseksual, apo kupton, derisa u ka shmend këtë, apo kupton. E kështu me radhë, domethënë, xheneti domethënë s'ka bezdisje, domethënë kënaqësi mbi kënaqësi. Po. Alhamdulillah. Edhe është interesant kjo që e përmendë ti, kupton. Problemi kryesor është se njerëzit e kërkojnë kënaqësinë jo aty ku duhet. Po, da. Kupton. Jo aty ku duhet. Edhe kënaqësinë Allahu na ka treguar, nuk ka mundësi, se kënaqësia nuk është fizike vetëm. Po, da. Është edhe shpirtërore. Pra, për të qenë njeriu i kënaqur, mora ti plotson të dyja, të dionat. Dhe Allahu na ka treguar Allahu subhanahu ka thonë gjithçka çka u rrethon. Bash gjithçka është e krijuar për njeriu. Pastaj njeriu dhe xhenet janë krijuar për ta
madhëruar Zoti. E ti nuk ka mundësi këtë shpirt që ka kriju Zoti, e di më së miri se çka e kënaq ato. Nuk ka mundësi ai të ngopet apo të kënaqet përveç me atë që me fjalën e Allahut, që ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj është shumë e rëndësishme të kuptohet kjo. E këto që e kërkojnë kënaqësinë vetëm në aspektin fizik, dështojnë. Dështojnë s'ka mundësi ti je krejt depresion fond. I bën krejt analizat i top në aspektin fizik. Top je. Edhe i bën krejt kënaqësi që i ke, prap nuk i rahat. Pse? Është pjesa tjetër. Asaj mungon, domethënë i mungon kënaqësia, mungon ajo ai ushqimi që ushqen ato. E nuk ka mundësi të ushqehet njeriu ta ushqen shpirtin me diçka përveç se me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra me bindje ndaj Allahut. Kjo është ajo e cila neve duhet ta kena parasysh. Alhamdulillah. Ne ndodhin këto raste që ndodhin, pra njerëzit kanë shqetësime ndryshme, se kërkojnë kënaqësinë aty ku s'duhet. Kërkohet aty ku duhet edhe je rahat.